ditë shumë e gjatë diskutimesh në lidhje me shpenzimet e buxhetit. Si do shpenzohen taksat e qytetarëve shqiptar? A ka vendosur qeveria prioritete që janë në të njëjtën linjë që shkojnë me kërkesat që kanë qytetarët? Përgjigjja është jo. Dhe pse e them këtë? Së pari njerë, politika e deklaruar rritjes pensioneve është thjesht bonusi fund vitit e shpërndar në 12 muaj. Pra është asgjëja që marrin në fund vitit e pjestuar me 12 muaj që këtë asgjë ta marrin gjatë gjithë vitit të shtrirë. Nuk ka rritje pensionesh. Së dyti, 5 vite mbas tërmetit ne flasim akoma për rindërtimin. Rindërtimi është kthyer në një grop të zezë të buxhetit shtetit, ka shkuar 1.3 miliard euro. Sa herë që ka fushata e përdorin për politikë, sa herë që vjen një buxhet gjithmonë ka fonde për rindërtimin që nuk është mbyllur akoma. Së treti, e njëjta politikë e koncesioneve, partneriteteve publike private, të cilat po e gryen buxhetin e shtetit, të cilat nuk kanë vendosur prioritet interesin e qytetarëve, nuk kanë vendosur politika për përmirësimin, as për zhvillimin ekonomik, po thjesht pagesa të drejtë për drejta një tufe kontraktorësh që nuk sjellin përfitime për qytetarët shqiptar. Dhe së treti, çfarë ndodh me sektorët kryesorë të ekonomisë? A kanë ato një rritje, a kanë ato një ndryshim, një filozofi, një model mbi cilin do zhvillohen? Dhe përgjigjja është përsëri jo. Pse? Sot Shqipëria ka nevojë për një model ekonomik e cila do të na tregojë se ku do jemi ne pas pak viteve. Ka nevojë për një model ekonomik i cili duhet bazohet së pari tek arsimi, që ka buxhetin më të ulët, 2.3% produktit brendshëm bruto, së dyti ke sektorët që janë në rënje dhe duhen stimuluar, dhe kjo lidhet me eksportet, janë bujqësia dhe prodhimi, fasoneria, dhe së treti me një model i cili duhet t'i përgatis bizneset shqiptare për tregun e ardhshëm rajonal dhe evropian. Dhe kjo nuk po vjen. Biznesi shqiptar nuk e di se çfarë do të ndodh nesër me detyrimet që i vijnë nga procesi i integrimit. Nuk është gati, nuk po merr masa, nuk po investon sepse qeveria nuk po investon. Dhe ky model ekonomik që duhet lëviz nga modeli llaçit e ndërtimit tek një model që prodhon për gjithë qytetarët shqiptar, nuk vjen as me këtë buxhet. Përsëri mbetet një buxhet i pakicës.